Ka njeriu me kilometra të tërë deri tek ne. Për çfarë arsye? A mundesh me avon një qare djalit? Po çka kam i bën djali? Çka kam i bën? A mundesh me avon një zgjidhje vajzës? Çka kam i bën unë? As mundem me feju me zor, as mundem me martu me zor, as mundem me ndajt me zor. Ne nuk kemi ndorë kur gjë. Një gjë, mund ta përcjellim mesazhin Allahut. Në një prej raste vjen dikush prej lart para mendoje, vjen tek unë duke menduar që unë mundem i bë zgjidhje. E ku është djali? Çfarë problemi ka i djali? Jo, djali nuk është me neve, ama ne e kemi marrë një këmisht ati, ta kemi sill ti. Subhanallah. Po çka do të baj unë me këmishën e djalit tant? Kjo është rruga, kjo është mënyra e magjistarëve. Ne nuk punojmë me këmish, ne nuk punojmë me fotografi, do ta silli një fotografi të vajzës në mush me abon një zgjidhje. Çfarë zgjidhje do të bëjmë? Me fotografi merren magjistarët ruju, me teshat e të rive dhe të rejave merren magjistarët ruju, me ushqimet e caktuara merren magjistarët ruaju, sidomos në këtë kohë.